Rrugëtimi drejt fshatit Karok të Bashkisë së Finikit shoqërohet me pamje magjepse të natyrës, por edhe me disa monumente kulturore, kryesisht objekte të kultit. Të gjitha këto resurse po tërheqin vëmendjen e vizitorëve të huaj, të cilët sot disin dhe shijojnë natyrën e Karokit, por janë vetëm kalimtar. Mësuesi Pandeli Çaveli flet me ëndje për bukurit e fshatit të tij. Tu kalojnë vizitorë të huaj, janë kalimtar nuk qëndrojnë shumë. Arsyeja është se ndoshta nuk janë të organizuar, nuk e njohin mirë terrenin. Dëshira jonë është që të qëndrojnë. Zona jonë është e pasur edhe me gjetje arkeologjike, është e pasur me pije të bukura, me lumenj të bukur. Mund të organizojnë mjaft piknike, në këtë kemi male. Çfarë mendoni që mund të nxjisë vizitueshmërinë, përmirësimi i infrastrukturës? Infrastruktura është e para, e domosdoshme, se këtu s'ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka drita. Nëse këto do ndreqen, dhe për këtë duhet shteti të vë dorë, se ne nuk e bëjmë dot këtë. Unë besoj se mund të zhvillohet agroturizmi në këtë zonë. Ndërsa kryetari i fshatit Semistokli Qesari përforcon idenë se pa infrastrukturë rrugore nuk mund të pretendohet zhvillimi i turizmit. Kalojnë shumë turistë. Nga vinë ata, nga janë? Ata janë nga Suedia, nga Elvetia, me Zvicra, motocrossa, nga Gjermania. Vetëm janë kalimtar apo qëndrojnë në fshat? Kur janë lokale të hapura, po është një lokale hapur, qëndrojnë. Rastisi që ishim këtu. Se bërëm një punë. Bujtina, hotele, nuk keni ndërtuar ju në fshat, nuk ka për... Jo, nuk kemi hotele. Në të njëjtën pozitë ndodhen edhe 5 fshatet të tjerë të kësaj zone. Grava, Qesarati, Komati, Karoqi, Smineci dhe Grashdani formojnë unazën e fshatrave të Rrezës, të cilat kanë resurse turistike por pa infrastrukturë rrugore.